Jemi gati për të vijuar tani me shije shtëpie me recetën e dytë. Tham dhe më herët që gjatë publicitetit zonja Vjollca do të përgatiste vetëm qepën në mënyrë që të fitonim kohë për ta sjell aty në pikën ku duhet të jetë gatuar. Po, dhe që i pash gati, mund ta rrotullosh 2 herë. Edhe nga 1 minutë, cilët janë perimet më të forta, ato do të hedhim në fillim. Për shembull, selinoja me një herë mbas qepës. Pra u bën 2, 3, 4, 5, 6, 7 majdanozi, perime, i bëjnë organizmi ton detox që shta dushti. Tani? Tu ta nxesh që tani këtu apo? Po, e nxejmë këtë, se do bëjmë ca brusketa. Bukën që kemi në shtëpi, s'është e thonë që o s'ka të brem baget. E bëjmë me kështu unë knaqen. E kam hedhur një thelpi hudhër aty, vetëm për të aromatizuar, ose në qoftë se është buka e fortë, e gryeni qik aty ke buka. Jo, s'ka, nuk është bërë akoma, lejtë theken një qik. Pastaj do t'i mbushim këto brusketa me qarë. Me qarë do t'i mbushim. Me qarë të doni ju, kuptohet, mund t'a bëni dhe një sals ekstra me çfarë keni në shtëpi. Por, unë sot do t'a bëj me speca, më të prut, ke kavanozi specave? Po. Me gjysmat atyre specave që të pruan, do t'i pres në lypat hollë. Me ullin, me qik vaj ulliri, me fare pak majdanos, dhe në fund djathë të fermuar. A i kejta shu për dark, janë rregull. Pa dieta fare, unë s'jap dieta këtu. Hedhim patatet. Sa të lyen qik me ngjyrë. Vaj kam hedhur pak në fakt, do dhe një qik. Do të hedh karotën. Thash, këto nuk ka nevoj që të skuqen hiq. Do të hedh kungullin, jo, speci. Kungullin, në gjithet. Bëjmë gati dhe magi perimesh është varianti kavanozi bluar. Po, në këtë rast duhet vetëm magi perimesh, Perfekt. Nëse duam që pa. Që shumë e shishme receta në fund me këtë përbërës. Pak krip, shumë pak. Hudhër një lugë çaj, hudhër pluhur. Trumz një lugë çaj. Dhe pak piper të zi. Do më mbushësh që kujtë të nxehtë tani? Direkt. Na kam mbetur vetëm majdanozi që do t'ja hedhim në fund fare, 1 minutë para se ta heqim nga zjarri. Dhe nga ky moment që ne do të hedhim uji bashkë me magin e perimeve, kthehet në lëng perimesh, Nëse ju keni lëng perimesh të konservuar, të ngrirë, që keni bërë vetë, akoma dhe më mirë. Aty është 500. Ne do të hedhim lëng perimesh, bara se edhe një qik më shumë, se do të përthit një qik patatja. Ja kaq. E shohim pastaj konsistencën si të dëshironi. Nëse është pak lëng, hedhim përsëri dhe një gotë tjetër. I vendosim kapakun. Katrina sheforën dhe brenda emisionit mendoj që kjo supë do të përfundoj. Fiks. Ta bëjmë gati dhe majdanozin. Ta bëj gati dhe majdanozin. T'jegj bishtat, se bishtat janë shumë të mira. Mund t'i grini dhe mund t'i ngrini në frigorifer dhe në një lëng perimesh që e bëjmë vetë në shtëpi,
I hedhim dhe shkëlqyshëm me nxjerrin komplet. Më tepër vitamina ka bishti se sa gjepje. I rrotulluam në kohë. Por në supë, sikur nuk shkon që të na dalin ato bishtat. Mirë, po ju jap recetën me shkrim, supë me perime. Dhe titulli i kësaj recete vazhdon me një djegës i fuqishëm i yndyrave në trup prej përmbajtjes, pra kombinimit që ka këtyre perimeve dhe erëzave. Kemi 2 qep të kuqe, 3 patate mesatare, 3 kërcel selino, 1 karotë e madhe, 2 speca me ngjyrë, 1 kungull të njom, 1 lugë gjelle magi perimesh, vazhdoj me pak krip dhe piper të zi, 1 lugë çaj hudhër pluhur, 1 lugë çaj trumb, vaj ulliri, 1 litër e gjysmë ujë, pak a shumë ose lëng perimesh me ndihmën e magit dhe 1 tufë majdanoz. Duhet të rrotulloj bukët. Se i dogja. Fike ata. Nuk i ke djegur, shumë mirë janë fikë si që duhet. Shpëtuan. E fike? Okej. Shumë mirë, i ke knaq. Lëre këtu tani, se nuk që të rinë qik të ngrauta. Do vazhdojmë me brusketat apo do të vazhdojmë me telefonatat njëherë? Sa të bëjmë gati, vazhdo me telefonat. Shumë mirë, vazhdojmë atëherë me telefonatat. Po vendosem këtu te këndi Ola dhe shpallim quizin. Një pyetje shumë të thjeshtë, kam një recetë fare të lehtë. Kështu që e di që do të fitoni me njëherë. Fundja ky është qëllimi që një prej jush të fitoj. Presim telefonata për të dhuruar 25 kg miell Ola për çdo përdorim nga Atlas. Telefonata është gati, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, me kë flas? Vali nga Kuçova. Vali nga Kuçova, faleminderit që na ndjek. Po, faleminderit. Po. Atëherë, një recetë që bëhet gati për 15 minuta, një supë e shpejtë dhe e shijshme, fare e thjeshtë për të përgatitur. Me çfarë përbërësi kryesor ishte kjo supë? Nëse ke nevojë për ndihmë, më thuaj. Po. Ke nevojë për ndihmë. Atëherë, përbërësi është në ngjyrë të gjelbër, gjethe të gjelbra, ka shumë hekur në sasi, ka patur spinaq, përgjigja është e saktë. Të lutem, mielin Ola, 25 kg që ke fituar, duhet shkosh në fabrikën e miellit Atlas që ta marrësh dhuratën. Në rregull? Faleminderit. Të përshëndes. Faleminderit ty. Ja. Nuk ka do të ka varë. Ara. Shumë mirë. Mirë jemi. E ka nga sporti. Kam po nga... Jam atlete, sot është ndryshe, në fakt. Me të sheshta. Isha më mirë me taka. Ja, ku jemi. Këtë zonja Vjellca e kemi... E kam zero. Në rregull. Bukuri dhe bëjmë gati produktet zdrava. Në këtë rast, si që pat, zonja Vjellca do të cilë brusketa me ullint zdrava, ullint në salamor janë ato që do të përdorim pa bërtham të mira të shijshme, dhe specat e pjekur që janë fantastik. Gjithçka gati. Për specat e pjekur nuk na shkon rrallë herë mendja. Me thënë të drejtën është një shije shumë e dashur, shumë e pëlqyer. Dhe në këtë rast ne shpëtojmë nga një proces i gjatë pune. Ose sa gjatë gjithë dimrit i bëjmë vetë në shtëpi. Po, se i ka bërë gati zdrava, i ka bërë gati dhe me sasinë e yndyrës, të majdanozit, të hudrës, të piperit, të gjitha në këta kavanoz, dhe ju vetëm shijojini specat. Mund të jenë si brusketa, mund të jenë mesore, mund të jenë të kombinuara me shumëllojshmërinë e produkteve të tjera zdrava të kripura, nëse mbetemi te kjo gamë, po natyrisht ju gjeni edhe të ëmbla plot, siç janë reçelrat apo kompostot, edhe ato vërtet të mira të shijshme me një përkujdesje maksimale, artizanale, themi gjithmonë, do e heq pak këtë, për ta theksuar pra naturalitetin dhe përkushtimin e zdravës. Faleminderit shumë. Ullint në një pjatë. Tani koha për specat. Shoh pak orën, siç po ka zonja Vjellca. Jemi në rregull.
Do i presim në feta? Në shirita kollë. Shirita, kubik, si të doni ju, mjafton që të qëndrojnë ke buka dhe kur ne ta konsumojnë, mos të na bjeri, këtë duhet kemi parasysh. Mund t'i bëjmë dhe në kubik të vegjël. Shkëlqyeshëm. Ja, po ndiqni edhe formën që të t'i japim ndërkohë përbërësve. Interesante, gjithmonë flasin në sezonin e verës mediat e huaja për turizmin dhe vendet e bukura turistike, pika turistike të Shqipërisë, dhe na vjen shumë mirë për këtë që evidentohet, po mbi të gjitha punohet për promovimin. Dhe thuhej se Shqipëria në një artikull, kryesisht tek mediat franceze, Shqipëria po shfaqet si një nga destinacionet më tërheqëse të verës 2026, duke ofruar peizazhe, mahnitëse mesdhetare dhe kosto shumë më të ulta se sa destinacionet tradicionale turistike. Kështu shkruhet në mediat franceze. Dhe është bërë një krahasim me Spanjës, Portugalisë, që po bëhen më të shtrenjta me kalimin e kohës, pra ofrimi i paketave të ndryshme turistike, i resorteve, çmimet që janë ndryshuar, ndërkohë si një alternativë ideale për pushime cilësore dhe të përballueshme, kanë renditur Shqipërinë, pra krahasimi me Spanjën, Portugalinë për çështje kostoje. Aka shumë është bërë ftesa, pra e jani në Shqipëri, sepse do të gjeni çmime shumë më të favorshme. Për çmimet mendoj se Europa mbetet vërtet shumë e kënaqur me atë çfarë ofron Shqipëria. Pastaj për natyrën nuk ka fjalë, dihet ajo punë. Tjetër gjë që mund të ketë vend për diskutim për shërbimin në vetvete, që ka akoma vend për diskutim aty, dhe për infrastrukturën, që ka vend plot për diskutim, po nejse. Nuk po e zgjasim. Thërmojmë djathin. Po, do më ndihmosh me një pjatë, pastaj nga pjata do të transferojmë në një dras, ose dras. Mund të nxjerrësh atë drasën rumullake që kemi këtej. Tu është shumë bukur. I vendosim fetat e bukës aty? të vë bukët aty? Pastaj sistemon vetë zonja Vjollca. Shumë faleminderit, kam flori e shkuar. Flori me diamant. Diamanti. Me karatin më të madh. Qa ka? Xhelozët. Xheloz? Dëgjon zonja Vjollca nga kufja? Të ngjoj, vetëm përveç s'ka çam thumu. Ashtu. Nga syt ka fillu të perëndoj. Nga veshët jam brisk. Tani, këtu, në këtë tas, siç e pat ju, unë kam vendosur ullin, nëse ullinjt janë më të vegjël, nuk i presim. Kam vendosur specat e kuq, që janë të pjekur dhe të marinuar shkëlqyshëm. Nuk kam nevojë që të hyj unë të bëj një proces me prik vaj në ullirit. Po, Do të hedh edhe pak vaj ulliri këtu. Dhe do filloj që të mbush. Kam thërmuar këtu, kam bërë gati edhe djathin. Marrim një lugë. Mund t'i bëni dhe më të mëdha këto, unë i bëj më të mëdha në shtëpi. Po këtu, si për kështu lezet, i bëra më të vogla. Nuk sa të mira, alin të brusketat. Ja. Bukur. Teksa zonja Vjollca bën vendosjen e përbërësve mbi fetat e bukës për formimin e brusketave, po ju jap dhe një herë recetën e dytë me shkrim, sepse dal nga dal po plotësohet minutazhi i zierjes që tham 15 minuta. Kemi supë me perime, një djegës i fuqishëm i yndyrnave në trup. Përgatisim 2 qep të kuqe, më pas 3 patate mesatare, 3 kërcej selino, 1 karote madhe, 2 speca me ngjyra, 1 kungull të njom, 1 lugë gjelle magi perimesh, vazhdoj me pak krip piper të zi, 1 lugë çaj hudhër pluhur,
një lugë çaj trumz, vaj ulliri, 1 litër e gjysmë ujë ose lëng perimesh dhe 1 tufë majdanoz. Vetëm majdanozin e kam mbetur në tryez, që do të shtohet. Është për këtu majdanozi, se këtu janë rregull, ëh? Flisja për supën, pra që mbaroi thuajse çdo përbërës është. Po. Tani do marr djath. Do hedh këtu nga një çik djath. Ja këta. Jo shumë. Nuk është shumë i kripur ky djathi, është shumë i mirë. Ne gjithçka që blejmë, e blejmë nga më cilësorët këtu. Lufshën duart. Le të rinë këto copat, por s'ka problem. Se ka lezet, janë përbërësit që pak fare rigon. Ky rigoni edhe me djathin, amin qik vaj ulliri, është mrekulli. Tani si të doni këtu edhe pak. Prit të zonja Vjellca të një mojo me këto. Trojmë bëndet. Ju betohem që kur të hani këto, hanin të fund për të plotësuar në i vënd bosh, se po të filloni me këto, zorë se provoni të tjerat pastaj. Shumë e mirë. Dhe zi po i rezistojmë edhe ne këtu. Shohim konsistencën e... Mund të shtojmë edhe pak ujë, po dhe mund të mos shtojmë. Për mua është në rregull, do të hedhim komplet këtë majdanozin që bën mrekullira në organizëm. Dhe shikon sa shumë perime është, kjo kaq, që tjetë qik lëngu pak i trashë, edhe ashu e hollë fare, nuk shkon. Nuk e kemi trashur supën me absolutisht asnjë gjë. Vetëm patatet që janë brenda, bukë e gjellë bashkë. Ta fshim një qik. Ja se fshion. Gati. Kurse tava, zonja Vjellca, ka nevojë për ta sjell apo? Sa minuta kanë kaluar? Që kur kemi vendosur ne, por gati 30 minuta. E nxirim ta shohim edhe pastaj lëm dhe një 5 minutë tjetër po që nevoja. Në rregull, ashtu e bëm. Ja, sjellun tani. Prit një minutë ta thaj këtë se është xhami ajo dhe në kontakt me ujin na merr gazeta pastaj. Merr gazeta. Ja, merr gazeta. Bëhemi viral, zonja Vjellca, se tjerët i bëjnë qëllimisht këto gjëra. Mua nuk më pëlqejnë ato gjëra. As mos që dhe këshim bërë dërmë sot kaq vite. Jo, fare, s'më pëlqejnë. Tani. Ja, gati çdo gjë. Prapë të mora dorezat. Ja, se i marr tani, të vendosim dhe tavën në tryez dhe mbaroj. Dhe tani duhet një tas në ato që shkruan sup të gjelbërt. Sjell tani. Me një herë. Ja, e para. Sipas dëshirës mund të shtoni dhe një lugë vaj ulliri kështu nga shishja. Të marr dhe tavën. Shumë faleminderit, edhe e fshiu vajza dhe të gjitha. Ja një garush ta marrun edhe jemi okay. Avulli. Të poqi. Sa e mirë. Që aroma. Të lumshin duart. Këto ishin recetat e ditës sotme nga zonja Vjellca. Provojeni, shijojeni. Ndiqni në rrjetet tona sociale. Këto brusketat nuk e di si do ja bëj deri në fund. Dhe për 50 minuta dreka u bë gati. Përjashto kohën që ne më parë kishim bërë patlıxhanët qëruar, pastruar. Por për 1 orë e gjys, jo drek, po drek që... Super drek. Të lumshin duart. Do më thënë të kafshojnë gishtat njerëzit kur... Jo, thjesht i lëpin. Faleminderit shumë. Të ta vendosim një qik, unë vërtet e dua qik që jetë jo e thatë, po edhe një 10 minutë që kjo e do në fund. 180 gradë, tani jo 190. Të bashkë miru pafshim nesër. Të takojmë përsëri nesër. Në shije shtëpie, ç'është nesër? Nesër, pas nesër. Pas nesër.
Zonja Vjollca. Do takohemi, do kemi parë të ndeshjen e parë të Brazilit gjatë fundjavës dhe Ta shoh është Brazilin të knaqesh, unë shoh diçka tjetër. më tradhtoi. Po. Ishte Ika, mirë pafshim. Bashkë mirë Zonja pafshim. Vjollca. Ika.